është mirë me prej kurban të emel. Kurban duhet me prej, nëse Allah të ka bëtë mundsh me ndresë një shpi, është mirë me prej kurban, mi thirë njerëzit, mi o dhani darë. Ka ban të emel shpi, se është shirkë, është haram. Se të ne bahere, kësë është ban, kjo është ban, si gjaki kurbanit e forcon të emelin. Allah si t'ja vlisht të mëllet atë armaturën të ollë, tërmetit të rafsh të ban. Heq kurbani s'ta forcon të emelin, hiq më s'ki gajte. Janë Turki kanë prej kurbani, ku isha më kur vërë tërmejti, që ka bani? Në Pakistan, e ka mos, e në Shkup, kur ka ndodhë tërmejti? 63, apo? A pa kurbani kena njësë në shpia ta? Këtë me kurbana, ma këtë rafë që pa ma. Nuk ka lidhe kjo që kurbani prejhet, falemëndërim ndaj Allahut, se Allahut ta ka bon të mundshme me ndërtu një shpit 3 ose me e plej një shpit 3. Ama gjakun, me gjujnë kur në temel, është të ka dijen, mendimi ka qenë se gjaku e mbron, është në mbron, nga gjinë, nga shetante, nga... Këta e në filozofia që du të milon anash, a kurban është mirë me prej. Kurban pres, i thiri shokët, familjen, jo apë mishë se Allah ma ka bon të mundshme me ndërtu shpit. A e kuptu dallimin? Mirë, salam alaikum.